Se ti di ku kesh ka zonë. E thashun edhe drejt për drejt. Okej, ka shumë debat këtu. Në fakt, prej kur e kam nisur, nuk mund dalë dot nga tema. Të gjithë panelistët e shuar, Demhasaj, Rama, Ejupi, Blerim Gashi, Krenar Shala, kanë një kurshëri të jashtëzakonshme, din nëse ka afrim të Fatmi Limajt me PDK-n. Zoti Limaj. Po, ndëgjoj. Unë besoj që ju po i sheni zhvillimet në përgjithësi që janë të ndonë. Nuk mendoj që ka në tim edhe kësaj për mu diskutu tani për tani. Ka një zhvillim brenda PDK-s, është zoti Hamza që duke që do të marrë kreun e PDK-s edhe kjo është pastaj vëmendja gjithë rreth asaj se nëse do të ndodhë kthimi i pritshëm i Limajt në Partinë Demokratike të Kosovës. Ne kemi përcjell zhvillimet tjera sot, janë zhvillime brenda këtij subjekti politik natyrisht. Do të shohim zhvillimet. Janë zhvillime që janë tërësisht brenda atij subjekti dhe mu nuk takon as me komentuar, as me ndonjë opinion veçantë. Janë zhvillime tërësisht sovrane brenda një subjekti politik. Mirë, Rama tha që nëse ndodh kjo atëherë po i bie që ka një talent të fshehur politik Limaj. Se po vjen çdo herë në momente kur kërkohet nga të gjithë, edhe nga LDK-ja, edhe AK-ja nuk e huqi mundësinë, në fakt nuk i mbylli krejtësisht dyert, edhe PDK-ja. Ka ndonjë koment Limaj për këtë koment të Fidan Ramës? Qëndrimi jonë është, besoj imi është i qartë, të kompot tashmë të qartë, mendoj që një subjekt politik që shpreson të ketë një qeverisje ndryshe dhe alternative, ose një kandidat do dojë që jo vetëm dëshiren për të ndryshuar qeverisjen, por duhet bëhen veprime konkrete, serioze, për të pasi alternativë serioze dhe kandidaturë serioze përballë partisë parë, për të pasur një garë fort, një mundësi për qytetarët e Kosovës për mes të dy alternativat fuqishme me zgjedhje. Unë besoj që në këtë rast subjektet e mëdha, nëse mund të thirrem kështu, e kanë infrastrukturën, e kanë mundësinë për të ndërtuar jo duja të bashkë jemi qase po keq kuptohet. Po njëra nga ato të ndërtojnë një lloj alternative serioze për të garuar. Edhe me filluar me garu, me tentu, me qenë e para, me pas një garë kështu serioze. Jo dini që populli opozitar në Kosovë, ose populli që dojtë ndryshimin e qeverisjes është më shumë se 50%. Dhe nëse ka një alternativë serioze dhe krijohet një epicentër i cila bashkon dhe ofron votën e ndryshimit, ka plot parti politike të vogla siç po quheni ju për natë në studio, parti politike që si janë heq në parlament, e që kanë elektorat, ka plot iniciativa kemi pa të zgjedhje lokale në qytete të ndryshme. Një kandidat serioz për pretenduar